Bashkia e Përmetit në kuadër të programit për përmirësimin e banesave ekzistuese dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, prej disa muajsh po zbatojnë projektin e rehabilitimit të banesave për familjet në kushte të vështira ekonomike. Sipas drejtoreshës së shërbimit social Ariana Papapano, ky projekt ka qenë një mbështetje e rëndësishme për familjet në nevojë ndër vite. Këto banesa ka edhe në zonat, në njësitë administrative që përfshihen në Bashkinë e Përmetit dhe në qytetin e Përmetit. Bashkia Përmet ka lidhur kontrata për të strehuar në banesat sociale që ajo ka rreth 23 familje, të cilët kanë lidhur kontratë me Bashkinë e Përmetit dhe përfitojnë këtë banesë duke paguar këstet mujore sipas kushteve të marrëveshjes që është bërë. Papapano bëri me dije se në këtë fazë të projektit kanë aplikuar rreth 45 familje, ndërsa përfituesit janë përzgjedhur bazuar në kriteret sociale të përcaktuara. Numri përfituesve të këtyre banesave është 22 familje. Gjithsej kanë aplikuar edhe 45 familje, por janë përzgjedhur familje që kanë qenë më vulnerabël dhe që kanë pasur probleme më të shumta në shtëpitë e tyre. Komisioni i strehimit ka verifikuar çdo kërkesë që është bërë dhe ka vendosur që 22 familje të përfitojnë nga ky projekt. Bashkia e Përmetit ka marrë të gjitha masat e nevojshme duke hartuar projekte të ndryshme sociale, me synim krijimin e kushteve sa më të mira të jetesës për banorët e saj.